Nga 300 policët që duhet të pranohen në konkursin e fundit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, sipas informacioneve të televizionit Alsat, asa 10% e kandidatëve shqiptar që kanë kaluar fazën e parë nuk kanë arritur të kalojnë testimin e fazës së dytë. Nëse fazën e parë nga gjithsej 1055 kandidat e kishin kaluar 92 kandidat shqiptar, tani nga ky numër testimin e fazës së dytë e kanë kaluar më pak se 10 kandidat shqiptar. Nga Ministria e Punëve të Brendshme refuzojnë të japin detaje mbi këto testime, duke u arsyetuar se nuk ka përfunduar ende plotësisht testimi i kandidatëve. Zëdhënësi i MPB-s Ivo Kotevski në linjë telefonike për Alsat u shpreh se ata kandidatë që kanë kaluar testimin e fazës së dytë nuk do të thotë se do të pranohen, pasi që ata do të nënshtrohen edhe kontrollave mjekësore. Numri i përgjithshëm i kandidatëve që ka kaluar testimin e fazës së dytë arrin në 750. Sipas kësaj, as për së afërmi nuk do të realizohet obligimi ligjor dhe kushtetues i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive etnike. Nëse nga 300 persona sa duhet të pranohen janë vetëm se 10 shqiptar ose më pak se kaq, atëherë rezulton se përqindja e shqiptarëve të punësuar në bazë të këtij konkursi të MPB-s nuk do të kalojë as 3%. Zyrtarët e BDI-s, por edhe vetë ministri Jankulovski ishin zotuar se do të respektohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Zëvendësi Jankulovski së Xhelal Bajrami madje kishte premtuar se nga 300 kandidatët që do të pranohen në Ministrinë e Brendshme, 75 do të jenë shqiptar.